Pavarësisht thirrjeve të ekspertëve dhe partive politike, por dhe reagimeve të opinionit, Tatjana Dimitrovska nuk e ka ndërmend të japë tërheqje nga pozita e drejtuese së Komisionit Antikorrupsion. Dimitrovska është nën masa kujdesi, pasi është dyshuar në një hetim të prokurorisë në ndyshimin se i ka dhënë dokumente sekrete nga antikorrupsioni, njërit prej të dyshuarve në rastin aditivët, pas heqjes një javore. Nëpërmjet një letre dërguar mediave, Dimitrovska mohon aktin për të cilin përndiqet, duke theksuar se komunikimi ka qenë shoqëror dhe nuk i ka zbuluar dokumente sekrete. Një pjesë e informatave të shpërndara kanë të bëjnë me dokumente publike, përmbajtja e të cilave para komunikimit ton është publikuar në Opinion, ndërsa pjesa tjetër është komunikim i zakonshëm shoqëror. Për këtë komunikim timin shpreh keqardhje dhe theksoi që është bërë pa kurrfarë qëllimi të ndikojë në procedurën ose në çfarëdo aspekti të hetimit. Këtë e them me përgjegjësi, deklaroi Tatjana Dimitrovska, kryetare e antikorrupsionit. Dimitrovska bën thirrje që të respektohet integriteti i saj personal dhe familjar, por dhe i antikorrupsionit, derisa drejtësia nuk e thot fjalën e saj. Tërësisht do të bashkëpunoj me organe gjyqësore dhe pres përfundimin e shpejtë dhe transparent të ngjarjes. Masat e kujdesit do t'i respektoj në tërësi. Deri në deklarimin përfundimtar të prokurorisë nuk do të jap deklarata shtesë, përveç nëse atë e diktojnë rrethanat, duke u thequr nga interesi i integritetit institucional dhe transparenca. Pres që deri atëherë të respektohet integriteti i komisionit, integriteti im dhe i familjes sime, tha Tatjana Dimitrovska, kryetare e antikorrupsionit. Mosdhënia dorëheqje vë në pozicion absurd Dimitrovskën. Ligjërisht është pjesë e ekipit të antikorrupsionit, por njëkohësisht ka ndalesë për ushtrim të funksionit. Ekspertët vlerësojnë se në rrethana të këtilla Dimitrovska urgjentisht duhet të japë dorëheqje, me qëllim që të mos dëmtohet besimi ndaj këtij institucioni që ka për detyrë të ndjek korrupsionin. Kuvendi ka mekanizëm për të shkarkuar nga detyra Dimitrovskën, por kryetari Afrim Gashi, i mbështetur nga shumica parlamentare, mbështetet në parimin prezumimi i pafajësisë, respektivisht çdo kusht është i pafajshëm, derisa nuk vërtetohet e kundërta nëpërmjet procesit gjyqësor.